Raporti paraprak i OSBE ODIHR damkos zgjedhjet në Shqipëri. OSBE thekson se shumica e sugjerimeve dhe përmirësimeve të procesit zgjedhor bërë nga kjo organizat mbeten të pazbatuara. Në këtë logjik, vijojnë problemet e përhershme në Edi Ramën, si keqpërdorimi i aseteve publike për qëllime elektorale dhe presioni ndaj punojësve të administratës. Raporti nuk rri pa përmendur edhe ata me të cilët kryeministri mburret, rrjetet e patronazhistëve si formë ndikimi politik. Po ashtu shqetësues paraqitet përdorimi të dhënave personale në mënyrë të palishme, të cilat raporti i quan abuzime. OSBE kritikon edhe ndalimin e TikTokut nga kryeministri Rama dhe censurën digjitale, duke konsideruar një sulm ndaj lirisë së shprehjes. OSBE ODIHR prek dhe një plagë të zgjedhjeve që është mungesa e ndëshkueshmërisë për shkelje dhe manipulimet zgjedhore, siç është provuar dhe nga dosjet 339 dhe dosja 184. Partia Demokratike, duke falenderuar misionin vëzhgues të OSBE ODIHR për punën, i kërkon Parlamentit Evropian dhe organizatave të zgjedhjeve dhe lirisë së shprehjes të shtojnë presionin mbi Edi Ramën, një shkelës recidivist dhe manipulues i proceseve zgjedhore. Prekja e zgjedhjeve, cënimi i vullnetit të qytetarëve, do të marrë përgjigje të drejtë për drejtë, të menjëhershme dhe të merituar, larg duart nga zgjedhjet.